Sinodi I Shenjtë I Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, drejtuar klerit të devotshëm dhe popullit shpresetar të kryepiskopatës së hirshme të Tiranës dhe Durrësit, fort të respektuar klerik dhe të gjithë ju, të krishterë të bekuar të kryepiskopatës së hirshme të Tiranës dhe Durrësit, hiri I Perëndisë dhe Zotit të gjithëpushtetshëm qoftë me ju. Zoti ynë Jesu Krisht, nga dashuria e tij e pakufishme për njerëzit, u bë njeri për shpëtimin tonë dhe themeloi Kishën e Shenjtë, me qëllim që brenda saj të gjithë besimtarët të gjejnë në shpëtimin, përmes mësimit, shenjtërimit dhe udhëheqjes nga apostujt e shenjtë dhe pasuesit e tyre baritor që e drejtuan atë. Këta, ai caktoi gjithashtu si vazhdues së veprës së tij shpëtimtare, sipas fjalëve të tij. Sikurse Ati më dërgoi mua, ashtu edhe unë ju dërgoj ju. Kush ju dëgjon ju, më dëgjon mua, e kush nuk ju pranon ju, nuk më pranon as mua. Kush nuk më pranon mua, nuk pranon as atë që më ka dërguar. Kush ju pranon ju, më pranon mua, dhe kush më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar. Sipas mësimit të Kishës, biri dhe fjala e mishëruar e Perëndisë zotëron 3 atribute të shenjta: atributin krye priftëror, profetik dhe mbretëror. Këtë shërbes të trefisht ai u apërcolli nxënësve dhe apostujve të tij të shenjtë, dhe mëtej ky hir u transmetua përmes Shpirtit të Shenjtë nëpërmjet misterit të priftërisë tek pasardhësit e tyre, do me thënë tek episkopët e kishës së tij. Për këtë arsye, kisha nuk mund të kuptohet pa ta. Pa episkopët, kisha nuk mund të quhet kish, ka shkruar Ati apostolik Ignat Hymbajtësi. As besimtari nuk shpëtohet nëse qëndron jashtë kishës, por as nuk përfiton nëse qëndron brenda saj, pa shërbyesit, ikonomët e mistereve hyjnore, do me thënë pa barinjt dhe mësuesit e saj. Ndërta, në krye qëndron episkopi, ai që gjendet në vendin dhe në formën e Krishtit, të cilit I është besuar detyra më e lartë. Kësaj bëhet e qartë rëndësia tejet e madhe e detyrës episkopale në Kishën Ortodokse dhe domosdoshmëria qënësore e saj. Për këtë arsye, Sinodi I Shenjtë I hierarkisë së Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, me kujdesin dhe dashurinë e tij për grigjen e kryepiskopatës së hirshme të Tiranës dhe Durrësit, u mblodh në qendrën sinodike në Tiranë më 16 mars të vitit shpëtimtar 2025, pas liturgjisë hyjnore, dhe me vota kanonike zgjodhi unanimisht dhe vendosi në detyrën e kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë, mitropolitin e Korçës, hirësinë e tij Joanin. Një hierark I sprovuar dhe I zellshëm, punëtor I denj I Ungjillit, predikues I fjalës hyjnore dhe bartës I një përvoje të pasur kishtare, I denjë për të përmbushur detyrën e madhe dhe të lartë të shërbesës kryepiskopale. Po atë ditë u krye dhe shpallja solemne e misazhit të vogël dhe të madh. Kështu pra, fort lumturia e tij, kryepiskopi I Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë Joani, u shpall me anë të hirit hyjnor të shpirtit të tërëshenjtë, bari shpirtëror I vërtet, kanonik dhe I ligjshëm, si dhe mbrojtës shpirtëror I kryepiskopatës së hirshme të Tiranës dhe Durrësit. I është dhënë e drejta të bekojë dhe të shenjtërojë si kryeprif të gjithë të krishterët,
si edhe të kryej të gjitha detyrat kryepiskopale që nga momenti i ngjitjes në fronin e shenjtë të kryepiskopatës. Ai ka gjithashtu të drejtën për të gjykuar dhe shqyrtuar çdo çështje kishtare, sipas ligjeve dhe kanoneve të shenjta. Duke ju bërë sot këto të ditura me gëzim të madh, Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë ju këshillon dhe ju urdhëron që ta pranoni fortlumturinë e tij, kryepiskopin e Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë Joanin, si kryepiskopin tuaj kanonik dhe të ligjshëm. Dëgjoni dhe t'i bindeni me dëshirë, sipas porosisë së shkrimit të shenjtë, bindjuni krerëve tuaj dhe nënshtrojuni atyre, pasi ata rrinë zgjuar për shpirtrat tuaj, me qenë se do të japin llogari përpara Perëndisë. Të gjithë klerikët ta përmendin emrin e tij në çdo liturgji hyjnore, në çdo mister dhe shërbes të shenjtë dhe çdo lutje, sipas rregullit të kishës, dhe të gjithë le t'i japim atij, si atit ton shpirtëror, çdo nderim që i takon. Hiri i kryebariut dhe shpëtimtari ton Jesu Krisht dhe mëshira e tij e madhe qoftë me të gjithë ju. Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, hirësia e tij mitropoliti i Gjirokastrës Dimitri, hirësia e tij mitropoliti i Apollonisë dhe Fierit Nikola, hirësia e tij mitropoliti i Elbasanit Andoni, hirësia e tij mitropoliti i Beratit Asti, hirësia e tij mitropoliti i Amantias Nathanaili, hirësia e tij episkopi i Krujës Anastasi. Beko kryesot, I bekuar është Perëndia yt, gjithnjë tani e për erën e jetë të jetëve.
Mëshirona o Perëndi, sipas mëshirës sate të madhe, të lutemi dëgjo dhe mëshiro. Lutemi dhe për kryepiskopin ton Joan, për kryepriftërinë të shenjtë që përbëjnë sinodin e shenjtë të Kishës Fort të Shenjtë të Shqipërisë dhe për tërë vllazërin ton më Krishtin. Lutemi dhe për Republikën e Shqipërisë, qeverinë, ushtrinë dhe gjithë populli. Lutemi dhe që Zoti Perëndia të dëgjoj zërin e lutjes son të mëkatarëve dhe të na mëshiroje. O Perëndi dhe Zoti i shpirtrave që vështron gjithçka, o Zoti çdo trupi, që zgjodhe Zotin ton Jesu Krisht, dhe nëpërmjet tij na zgjodhe dhe ne si popull të zgjedhur. Dhuroj çdo shpirti që i thret emrit tënd të shenjtë dhe madhështor, besim, ndroj, paqe, durim, zëmërgjërsi, vetëpërmbajtje, lirësi dhe urtësi. Ti që zgjodhe Davidin, shërbëtorin tënd dhe e more si bari të dhënëve, atë që ishte më i vogli dhe më i riu ndër bijtë e Jeseut. Ti që u dhe fjalë ungjillizuese, me një fuqi të madhe që të përmbushin ungjillin, ti pra kap na ne nga dora jote e djathtë dhe udhëhiq na drejt vullnetit tënd. Bëna bari për të drejtuar dhe udhëhequr grigjen tënde. Jepi forcë dhe mbështetje popullit tënd dhe bëje këtë grigj të qëndrojë për atë e ndritshme, e papërlyer dhe e denjë për grigjen e sipërme, për banesën atyre që dëfrejnë, për shkëlqimin e shenjtorëve të tu. Dëgjona o Zot, ndihmona dhe përkrana të gjithëve që të bëjnë vullnetin tënd të shenjtë, për lavdin tënd o atë qiellor, dhe për lavdit të kryepriftit të madh dhe shpëtimtarit ton Jesu Krisht, dhe të shpirtit tënd të tërshenjtë dhe themelues të mistereve në jetë të jetëve. Amin. Lavdim me ty o Perëndi, shpresa jon, lavdim me ty. Lavdiatit e birit dhe shpirtit të shenjtë tani e për erën jetë. Amin. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot, bekohë për Zot i shenjtë. Ai që dërgoi prej qiellit në formë gjuhësh të zjarrta shpirtin e tërshenjtë, binzënësit dhe apostujt e tij të shenjtë, Krishti Perëndia ynë i vërtet, me ndërmjetimet e nëstit shenjtë pacënuar dhe kritë papërlyer, me fuqinë e kryqit nderuar dhe jetëbërës, me mbrojtjen e fuqive qiellore të çmuara pa trup, me lutjen e profetit, parancë dhe pakzorit Joan, të apostujve të shenjtë dhe mëshkëlqyer, të etërve tanë shënarve në frutës, veprimet shenjtë dhe drejt Joakimit dhe Anës, dhe gjithë shenjtorëve që lutim sot, në mëshirov dhe në shpëtov si Perëndi i mirë dhe i ridashës. Etërve tanë të shenjtë, o Zotin Jesu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Me uratat e kryezotit ton të shenjtë, o Zot Jesu Krisht Perëndia ynë, mëshirona dhe shpëtona. Të nderuar pjesëmarrës në ceremoninë e fromëzimit të kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fortlumturisë së tij Joanit, ju ftojmë të ndiqni përshëndetjet e rastit. Në emër të Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, përshëndetjen e parë sjell Mitropoliti i Apollonisë dhe Firit, Nikola. Nderuar fortlumturia juaj kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, im Zot Joani. Sot Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, mes lutjesh dhe lavdërimesh drejtuar Perëndis ton triadik,
nga zëllohet me ngjitjen tuaj në fronën e saj kryepiskopal. Kjo kishë ka rrejnë të lashta apostolike, si e mbjell nga vetë apostujt. Nga Jerusalemi e përqark deri në Iliri, ka më shpallur plotësisht ungjillin e Krishtit, shkruan Pavli i kombeve. Populli i krishter i trevave të vendit ton u sprovua vazhdimisht ndaj ndryshimeve politike dhe shoqërore, të cilat lanë gjurmë të thella në historinë e tij, madje shumë herë edhe të dhimbshme. Për ta ngushëlluar dhe për ta drejtuar atë, Perëndia do të nxirrte në pa figura dhe personalitete të shquara, një pjesë e mirë e të cilëve numërohen mes shenjtorëve të kishës. Përmendim këtu episkopët e parë të Durrësit, apostull Qesarin dhe Shënastin, si dhe Shën Eleftherin, episkopin e Vlorës. Aktet e sinodeve ekumenik përmendin emra kryepriftrinjësh si përfaqësues të një komuniteti me organizim të zhvilluar kishtar brenda teritorit të Shqipërisë së sotme. Gjaku i dëshmorëve të krishterë vendas mbeti vull dëshmie i jetës adhuruese të krishterëve ndër shekuj. Një tjetër dëshmi e tillë do të jetë edhe prania e shenjtorëve lokalë, si Shën Joan Kukuzelit, Shën Niponit, Shën Nilit e të tjerë. Figura luftëtare e Gjeri Kastrios Skënderbeut do të jetë simboli i qëndresës së krishterë europiane ndaj pushtimit Osman. Gjatë kësaj periudhe dhe në vazhdim do të dalin në pa personalitetet të tilla kishtarë si Manisiu, Sofiani, Mitrofani, Dositheu, Shën Kozmaj Tolis, Shën Nikita Arvaniti e shumë të tjerë. Krijimi i shtetit shqiptar me arritjen e pavarësisë në vitin 1912 nxiti përpjekjet edhe për pavarësinë e kishës ortodokse, e cila shpalli autoqafelinë e saj më 1922, të pranuar e të bekuar nga Patriarkana Ekumenike më 1937. Një nga emrat më të spikatur të kësaj çështje do të jetë Fanoli, i cili përveç të tjerave do dallohet edhe për kontributin e tij letrar, që kulmon me vepra përkthyese të teksteve adhuruese kishtare, si trashëgimia më e çmuar në gjuhën shqipe për shqiptarët ortodoks. Figura të tjera kryepriftrinjësh si Visarion Gjuvani, Agathangel Çamçe, Kristofor Kisi, Evloj Korilla e të tjerë do të jenë pjesë aktive e historisë në procesin e shpalljes së autoqefalisë. Kisha jonë ishte ende duke kërmtuar për të ku lufta e dytë botërore pushtoi historinë e njerëzimit. Dhe sikur të mos mjafton të kjo, ajo të pasohej mëtej nga regjimi i diktaturës së egër komuniste. Populli i zgjedhur i Perëndisë do të përjetonte robërinë e plumtë dhe më shkatëruese që kishte provuar ndonjëherë kisha e Krishtit. Besimtarë dhe klerik të shumtë do të përsekutoheshin dhe të martirizoheshin për besimin e tyre. Ne kemi detyrimin shpirtëror dhe kombëtar t'i njohim dhe t'i nderojmë ata. Pasuesit e tyre do të ishin njerëz të thjeshtë, pa grada dhe ofiqe, por heronj të heshtur dhe besimtar të zjarrt, si atë Kozma Qirio, episkopi më vonshëm i Apollonisë, si Mota Cico e shumë të tjerë, zemra e të cilëve u bë afron i Krishtit Perëndi dhe burim lutjesh për ringjalljen e kishës tonë. Dhe Perëndia e dëgjoi klithmën e bijve të tij, e dërgoi për ta Mojsiun e ri, kryepiskopin Anastas.
i cili do ta udhëhiqte këtë popull të shumë vuajtur për më tepër se 33 vjet, duke prehur zemrat e tyre me shpresën e ngjalljes dhe gëzimin e Jerusalemit të epërm. Kur më nuk dol në Izrael një profet si Mojsiu, ashtu sikurse kur nuk do të ketë të dytë si Anastasi i ngjalljes. Të gjithë sa jemi sot këtu, e pamë dhe e dëgjuam, ai jetoi mes nesh për ne. Këtë mojësi kolosal, të cilin ne e përsollëm vetë për para 2 muajsh, ashtu si që kishte hije dhe e meritonte, me madhështi të përmbajtur dhe plot hirë. U zgjodhët ta pasonit ju fort lumturi, si një Isuj i ri i navisë. Ate që vuri themelet të forta dhe sigurta në kishën tonë, thirrjen e ju ta pasoni për të vazhduar tani me ngritjen e kolonave të sigurta të kishës së Krishtit. Shërbesa për të cilën ju zgjodhi Zoti është me të vërtetë e vështirë dhe sfiduese. Po ne të gjithë kemi sigurinë se Zoti do të jetë me ju, ashtu siç ishte me paraardhësin tuaj, dhe ai as nuk do t'ju lërë, as nuk do t'ju braktis. Jeni të fortë dhe keni guxim. Ne besojmë që kjo është zgjidhje dhe vullneti i Zotit. Vetë Perëndia ju mirosi si një Isu të ri të navisë, që të jeni bashkë udhëtar me Mojsiun Anastas. Ju keni vërtetuar se e doni vendin tuaj, popullin e vuajtur shqiptar dhe besimtar, duke mos pranuar kërkesat tunduese për të shërbyer larg atë dheut. Me të përfunduar studimet teologjike në Universitetin Holy Cross në Boston të Amerikës, u kthyet menjëherë në Shqipëri për t'i afruar veten tuaj kishës ortodokse pranë primatit të saj, të lumturit Anastas. Qaj prej zanafilës së veprës së tij misionare, ju jo vetëm ishit i parelindur i tij, jo vetëm u burëruat në tendën e tij, por ishit një nga bashkëpunëtorët dhe mbështetësit e tij më të ngushtë. Kontributi juaj shtrihet edhe në fushën e shkrimeve, kryesisht të teksteve dogmatik, duke nxjerrë në pak dhe aftësinë tuaj përkthyese, por edhe konsoliduese të gjuhës dhe terminologjisë teologjike, kaq të nevojshme dhe të ngutshme për literaturën e gjerë ortodokse. Ju treguat një bari i mirë dhe i denjë i grijës tuaj për 27 vite me radhë në drejtimin e Mitropolisë së Shenjtë të Koçës, duke shndërruar atë në një gur të çmuar të kurorës së lavdishme të kishës sonë. Populli shprestar i Koçës me fesnikërinë e tij ju deshi dhe ju mbështeti. Edhe ne premtojmë se do t'ju duam dhe do t'ju mbështesim. Ju shkëlqyet në të gjitha shërbimet që kisha ju besoj. Theksojmë drejtimin e Akademisë Teologjike, ku disa nga ne anëtarët e Sinodit të Shenjtë ju kujtoj me shumë minjohje si dekanin dhe mësuesin ton. Ju përfaqësuat kishën ton në misionet e shenjta, brenda dhe jashtë vendit, në dialogun kombëtar dhe ndërkombëtar mes kishave. Ju ftoheni ta çoni më tej veprën titanike anastasiane për ruajtjen e unitetit të shenjtë të kishës së Krishtit, si çështje kritike aktuale. Në botën e sotme të zhvillimit marramendës të teknologjisë, unjillëzimi i popullit mbetet një domosdoshmëri jetike, sikurse ju përmendni shpesh, se gëzimi gjendet vetëm në lajmin e mirë. Shembulli dhe amaneti i paraardhësit tuaj ishte dhe ruajtja e harmonisë dhe bashkëtesës fetare mes komunitetet fetare të vendit tonë.
Deri tani, ju keni ditur të arruani këtë thesar të shmuar të shqiptarëve. Me vota unanime, për zgjedhjen tuaj Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autokefalit të Shqipërisë, shprehu unitetin e tij, por e të gjithë të klerit dhe popullit besimtar. Prandaj shpallim një zëri, ne jemi me ju, fort lumturi, sepse është gjë e mirë dhe e pëlqyer të banojnë vëllezërit së bashku. Në ngritjen e kryqit tuaj si primati i Kishës Ortodokse Autokefalit të Shqipërisë, të gjithë lutemi dhe ju urojmë, Zoti ju mbush të plot me frymë urtësie për të udhëhequr popullin e Perëndisë. Jemi të sigurt që urimeve dhe lutjeve tona sot këtu u bashkohet edhe gjithë Kisha triumfale me shenjtorët e saj dhe me çdo shpirt që shërbeu dhe mundua për Kishën Ortodokse Autokefalit të Shqipërisë. Dhe kjo do të ndodhë për lavdin të Perëndisë tonë. Prandaj lutemi bashkë me Davidin. Jo neve o Zot, jo neve, por emrin tënd jepi lavdi për përdëllimin tënd e të vërtetën tënde. Prandaj, për të gjithë ne, nga qielli dhe dheu, sot dhe në vazhdim, lutja jonë do të jetë: kujto o Zot kryepiskopin ton Joan, të cilin falja kishave të tua të shenjta, me paqe, të sigurt, të nderuar, të shëndetshëm, jetë gjatë dhe shpjegues të drejtë të së vërtetës sate. I denj, Axios. Fort lumturi, në emrin të Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autokefalit të Shqipërisë, pranoni këtë radhë si shenjë të barimit të popullit të zgjedhur të Perëndisë. I denj, Axios. Të nderuar pjesëmarrës, do të vazhdojmë me fjalët e rastit. Në emër të klerikëve të Kryepiskopatës së Tiranës dhe të Durrësit, fjalën e ka ikonom stavrofor Ata Leks Ndoni. Fort lumturi. Sot është një ditë gëzimi për të gjithë ne klerikët dhe besimtarët ortodoks. Sot ne jemi mbledhur me shumë dashuri, mirënjohje dhe respekt për të kremtuar fronëzimin tuaj si kryebariun ton. Më lejoni që në emër të të gjithë klerikëve dhe besimtarëve të Kryepiskopatës së Shenjtë të Tiranës dhe Durrësit, t'ju shprehim urimet tona më të sinqerta për zgjedhjen tuaj si kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë. Zoti ju dhënd shëndet, jetë gjatësi, fuqi shpirtërore dhe urtësi, që të përmbushni përgjegjësinë e madhe që ju është besuar. Le të jetë fronëzimi juaj një dritë e re, një burim hiri për çdo shpirt që kërkon Zotin dhe një bekim i përjetshëm për Kishën Ortodokse Autokefale të Shqipërisë. I gjithë rrugëtimi i kryepiskopit ton të ri, të sapo zgjedhur Fort Lumturi Joanit, që nga fillimi
e deri më sot është një rrugëtim për kushtimi ndaj Krishtit dhe kishës. Një rrugëtim ku ka mbizotëruar dashuria, përullësia, mirënjohja ndaj gjithë besimtarëve ortodoks. Të gjitha këto cilësi i ka shpalosur më së miri për 27 vjet rresht si drejtuesi mitropolisë së Korçës, Pogradecit, Kolonjës, Devollit dhe Voskopojës. Si mitropoliti Korçës ka dhënë një kontribut të çmuar në restaurimin dhe ndërtimin e shumë kishave dhe manastireve, duke kthyer kështu jetën shpirtërore në këtë komunitet. Ka dhënë një kontribut të çmuar në përkthimin e shumë teksteve teologjik dhe është autori i tekstit të parë të dogmatikës në gjuhën shqipe. Si themeluesi dhe drejtuesi i revistës periodike Tempulli, ai ka kontribuar në përhapjen e njohurive teologjike dhe kulturore në komunitet. Roli i fortë lumturisë së tij, i Zoti Ioanit, është vlerësuar jo vetëm në aspektin shoqëror, por edhe në atë humanitar. Me iniciativën e tij është hapur në Korçë një mens që prej 27 vjetësh që ndihmon çdo ditë njerëzit në nevojë. Fort lumturi, Ioani ka luajtur një rol të rëndësishëm në forcimin e bashkëjetesës dhe dialogut ndërfetar në Shqipëri, duke marrë pjesë në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare mbi teologjin, historin dhe filozofin. Për këto kontribute, ai është nderuar me tituj të spikatur në fushën e kulturës, arsimit dhe dialogut ndërfetar. Pikërisht këto arritje dhe përkushtimi i tij i palodhur kanë luajtur një rol kyç në ringjalljen e besimit dhe në përmirësimin e jetës shpirtërore dhe sociale, jo vetëm në mitropolinë e Korçës, por edhe më gjerë. Në këtë ditë të shenjtë, zemrat tona kthehen me respekt drejt kujtimit të kryepiskopit ton të ndjer Anastasit, figura e të cilit do të mbetet një model frymëzimi për të gjithë ata që besojnë në vlerat e paqes, dashurisë dhe shërbimit ndaj njerëzve. Kryepiskopi i sapo zgjedhur, fort lumturi, Ioani, ka qenë bashkëpunëtor i ngushtë i të ndjerit kryepiskop Anastas për 32 vjet rresht, duke kontribuar për krah tij në rimëkëmbjen e kishës së shkatëruar në Shqipëri. Kjo përvojë kaq e madhe e ka përgatitur fort lumturinë për detyrën e re dhe sfidat që e presin në të ardhmen. Shprehim besimin dhe shpresën se në udhëheqjen e kryepiskopit të ri, Kisha Ortodokse Autokefale e Shqipërisë do të vazhdojë të rritet dhe forcohet, duke ndjekur trashëgimnin e lënë nga kryepiskopi i ndjer Anastasi dhe duke u përshtatur me nevojat e kishës son. Le të falenderojmë Perëndin e gjithë pushtetshëm, burim e çdo bikimi që na ka dhuruar këtë ditë të mrekullueshme dhe këtë udhëheqjes të ri. Sot, të gjithë ne klerikët dhe besimtarët po shohim në këtë moment historik një shenjë të fuqishme të vazhdimësisë, shpresës dhe përkujdesjes hyjnore për popullin e Zotit. Prandaj, fort lumturi, ju siguroj se dashuria, respekti, bindja dhe mbështetja e plot e komunitetit të klerit dhe besimtarve në misionin tuaj të shenjtë nuk do të mungoj asnjëherë. Duke qenë të vendosur në unitet dhe në bashkëpunim me njëri tjetrin, do të arrijmë të përmbushim synimet tona të përbashkëta. Të lutemi
të gjithë së bashku, që Perëndia t'i jap kryepiskopit të ri të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fort lumturisë së tij Joanit, forcën, urtësinë dhe hirin e nevojshëm për ta çuar përpara këtë mision të shenjtë. Për shumë vjet, o kryezot, për gjithmonë qofsh i denjë në krye të kishës ortodokse autokefale të Shqipërisë. Lavdi Zotit për gjithçka. Një urim nga zemra jon del për fort lumturinë tonë, qofsh i denjë për gjithmonë në krye të kishës sonë. Nga klerikët e kryepiskopatës së shenjtë të Tiranës dhe Durrësit, fort lumturi, ju dhurojmë këtë bastun, i denjë. Fjala e radhës vjen nga përfaqësuesi Patriarkanës Ekumenike të Konstantinopojës, Mitropoliti i nderuar i Kalqedonës, Emanueli. Your Beatitude, Archbishop John of Tirana, Durrës and all Albania, Your Excellencies, Your Eminences, Your Graces, Reverend Fathers, Honorable Representatives of the religious communities, beloved brothers and sisters in Christ. Fort lumturia juaj, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Zoti Joan, hirësit tuaja, etër të nderuar, të respektuar personalitete, të dashur, vëllezër dhe motra më Krishtin. We assemble here today beneath the vault of heaven, gathered in divine grace and enriched in the great cloud of witnesses to commemorate a moment of momentous spiritual importance in the life of the Autocephalous Orthodox Church of Albania. As humble emissaries of His All Holiness, the Ecumenical Patriarch Bartholomew and the Mother Church of Constantinople, we convey heartfelt salutations and apostolic blessings in this hallowed convocation. Jemi mbledhur sot nën kupolën e qiellit, të përqafuar nga hiri hynor dhe të rrethuar nga reja e madhe e dëshmitarëve, për të kujtuar një moment me rëndësi të jashtëzakonshme shpirtërore në jetën e kishës ortodokse autokefale të Shqipërisë. Si delegat të përullur të tërëshinjtërisë së tij, Patriarkut Ekumenik Zotit Vartholome dhe të kishës mëm të Konstantinopojës, i përcjellim kësaj mbledhjeje solemne kishtare për shëndetjet më të përzemërta dhe bekimet apostolike. The joyous resonance of church bells across Albania has acclaimed your election, your beatitude, summoning us to participate in this solemn enthronement. This sacramental handing on of the archpastoral staff signifies not merely transition, but profound, unbroken continuity within the living body of Christ. We stand at the commencement of this new chapter in the ancient and venerable history of Orthodoxy within these lands, a history inscribed with martyrdom, unwavering fidelity,
and the undeniable power of resurrection from the embers of persecution. Jehona e gëzueshme e këmbanave të kishave në mbar Shqipërinë, ka shpallur me hare zgjedhjen tuaj fortlumturi, duke na thirrur të marrim pjesë në këtë kremtim të shenjtë të fronëzimit. Ky dorëzim sakramental i shkopit baretor hierarkik nuk përfaqëson thjesht një kalim simbolik, por shpreh një vazhdimësi të pandërprerë brenda trupit të gjallë të Krishtit. Sot qëndrojmë në pragun e një kapitulli të ri në historinë e lashtë e të nderuar të ortodoksisë në këto troje, një histori e gdhendur me martirizim, besim të palëkundur dhe me forcën e pamohueshme të ngjalljes nga hiri i persekutimit. In the timeless words of the Holy Scriptures, the light shines in the darkness, and the darkness did not overcome it. Assuredly, this divine radiance continues steadfastly to illuminate the way ahead for the devout and the resilient faithful people of Albania. Dëgjojmë fjalët e përjetshme të shkrimit të shenjtë ku thuhet: drita ndriçon errësirë dhe errësira nuk e mundi dot. Pa asnjë dyshim, kjo dritë hynore vazhdon të ndriçojë me vendosmëri përpara udhën e popullit shprestar dhe qëndrestar të Shqipërisë. We perceive ourselves poised upon a sacred threshold where endings and beginnings intertwine through the enduring mystery of apostolic succession. The transition we observe today unfolds not simply as an institutional ceremony, but as a profound sacramental reality. Ndjejmë se qëndrojmë në një prag të shenjtë, aty ku fundi dhe fillimi ndërthuren përmes misterit të përjetshëm të trashëgimisë apostolike. Kalimi që kremtojmë sot nuk është thjesht një ceremoni institucionale, por një realitet i thellë sakramental. The ministry of your predecessor, Archbishop Anastasius of blessed memory, embodied the Paschal mystery central to our Orthodox faith. Facing utter devastation, ruined churches, scattered clergy, faithful compelled to hide their devotion, he saw through the lens of faith not the finality of entombment, but the transformative potential for resurrection. His words at the Holy and Great Council of Crete in 2016 encapsulate his vision. For Orthodoxy to fulfill its mission in global affairs, it must first and foremost preserve its sacramental and soteriological character intact. At the same time, however, it needs to remain sensitive to the suffering anxieties and cry for justice and peace on the nations. Shërbesa e paraardhësit tuaj, kryepiskopit të ndjer Anastas, mishëroi misterin paskal, që është elbësor në besimin ton ortodoks. Përballë shkretimit të plot të vendit, me kisha të rënuara, klerik të shpërndar, besimtar të detyruar të fshehin për kushtimin e tyre, ai nuk pa fundin e varrosjes, por me sytë e besimit dalloi potencialin transformues të ngjalljes. Fjalët e tij në sinodin e shenjtë dhe të madh të Kretës në qershor të vitit 2016 e përmbledhin qartë këtë vizion, që ortodoksia të përmbush misionin e saj në zhvillimet globale, duhet para së gjithashtu të ruajë të paprekur karakterin e saj sakramental dhe shpëtimtar. Në të njëjtën kohë, duhet të jetë ndjeshme ndaj vuajtjes, ankthit dhe klithmës së popujve për paqe dhe drejtësi. Under his foundational pastorship, the Church experienced a genuine anastasis, a rising again, where silence reigned, chant ascended, where ruins stood, sanctuaries arose, where instruction was forbidden, academies flourished. This dramatic resurgence, especially in an era where many proclaim faith's decline, stands as a living icon of hope, powerfully revealing that the Church's vitality springs intrinsically from the mysterious inner workings
of divine grace. This legacy of fidelity to tradition as the wellspring of renewal reminds us that tradition is not static, but a living stream. We gratefully honor this foundational ministry. Në udhëheqjen e tij themeluesi baritore, kisha përjetoi një anastasis, një ngjallje të vërtetë. Aty ku më parë mbretëronte heshtja u latuan himnet kishtare, aty ku gjëndeshin rënojat u ngritën kishat e shenjta, aty ku drita e dijes kishtare ishte shuar u ndezën pishtarët e arsimit. Kjo ringjallje dinamike, veçanërisht në një epokë ku shumë kush shpall rënjen e besimit, qëndron si një ikonë e gjallë shprese, duke dëshmuar me forcë se gjallëria e kishës buron natyrshëm nga veprimi mistershëm i hirit hynor. Kjo trashëgimi besnike ndaj traditës, si burim i përtëritjes, na kujton se tradita nuk është një realitet i ngurtë, por një rrjedhë dhe gjallë. Me mirënjohje nderojmë këtë shërbes themeltare. Your Beatitude, Archbishop John, you now receive the sacred mantle of shepherding Christ's flock. Your personal narrative is profoundly interwoven with the mosaic of the church you now lead, itself a testament to hidden fidelity, unexpected grace, and faith's miraculous enforcers. The continuity of apostolic ministry we witness embodies the mystery through which the eternal Christ remains present. The laying on of hands of consecration links your ministry sacramentally and directly to the apostles. Your unique path from concealed beginnings through theological formation in our beloved school abroad and return to serve the resurrected church prepared you specifically for this hour. For lumturia juaj, kryepiskopi Joan, sot ju merrni mbi supe mantelin e shenjtë baritor të grigjës së Krishtit. Rrëfimi i jetës suaj është thellësisht i ndërthurur me mozaikun e gjallë të kishës, të cilën tashmë jeni thirrur të udhëhiqni. Një histori e thurur me besim të fshehtë, me befasinë e hirit dhe me lulëzimin e mrekullueshëm të besimit. Vazhdimësia e shërbesës apostolike, për të cilën sot jemi dëshmitar, mishëron misterin e gjallë përmes të cilit Krishti i përjetshëm mbetet i pranishëm dhe veprues në kishën e tij. Vënia e duarve gjatë dorëzimit nuk është thjesht një akt solemn, por një lidhje e shenjtë, sakramentale dhe e drejt për drejt me vetë apostujt. Rrugëtimi juaj unik, që nga fillimet e besimit të jetuar në fshehtësi, përmes formimit të përkushtuar teologjik jashtvendit, deri tek kthimi për të shërbyer kishës së ngjallur, ju ka përgatitur pikërisht për këtë orë të shenjtë. St. Faustus the Great reminds us the Church's unity is an ark of salvation. Every living soul must be gathered within the one ark of the Church from the tempest of the present flood. This vision illuminates your ministry within the indispensable communion of Orthodox Church, visibly united by shared faith and unwavering Eucharistic fellowship. Foti i madh dhe i shenjtë na kujton se uniteti i kishës është një ark shpëtimi. Çdo shpirt i gjallë duhet të mblidhet brenda së vetmes ark të kishës, larg stuhisë së përmbytjes së tanishme. Ky vizion i lartë dhe shpëtimprurës ndriçon shërbesën tuaj brenda kungimit të patjetërsueshëm të kishave ortodokse, të bashkuara në mënyrë të dukshme përmes besimit të përbashkët dhe qëndrimit dhe kungimit të qëndrueshëm eukaristik. As you formally assume this sacred office, you embody continuity while inaugurating a fresh chapter, reflecting the kenotic ethos, self-emptying service patterned after Christ himself.
Your ministry extends within the concentric circles to the local flock entrusted to your care, to the sister Orthodox churches globally, and indeed to the wider human family. Ndërsa merrni në mënyrë solemne këtë detyrë të shenjtë, ju bëheni mishërimi i vazhdimësisë së shërbesës apostolike, duke hapur një herazi një kapitull të ri dhe duke përquar etosin kenotik, shërbesën pra të përullësisë dhe të vetëzbrazjes sipas shembullit të vetë Krishtit. Shërbesa juaj baritore shtrihet në radhë të përqendruar, nga grigja vendore që ju është besuar, te kishat motra ortodokse në tërbotën dhe më gjera akoma, të mbar familja njerëzore. The Mother Church of Constantinople imparts her blessing upon your enthronement, recognizing both a culmination of faithful labor and an inception of new growth under your guidance. The apostolic ministry you bear connects you to an unbroken lineage, yet propels you forward into new territories of witness and service in our complex world. Kisha më me Konstantinopojës përcjell bekimet e saj për këtë fronëzim, duke i njohur njëkohësisht si përmbushjen kulmore të një përkushtimi të gjatë kishtar dhe si agimin e një etape të re të rritjes shpirtërore në udhëheqjen tuaj. Shërbesa apostolike që mbartni ju lidh ngushtësisht me zinxhirin e pandërprerë të trashëgimisë së shenjtë dhe njëkohësisht ju shtym përpara drejt hapësirave të reja të dëshmisë dhe të shërbesës në një botë gjithnjë e më të ndërlikuar. Your beatitude, the path ahead requires honoring the ancient landmarks of tradition while responding with creative fidelity to the emerging human needs, continuing the journey of revitalization already achieved. The unity of the Church, that pearl of great price, must remain central. In an age often marked by fragmentation, Orthodox unity offers a powerful countercultural testimony to communion transcending worldly divisions. The Ecumenical Patriarchate, in its historical role, persists in diligently nurturing this pan-Orthodox communion, fostering dialogue and coordination. Fort lumturi, udha që shtrihet përpara jush kërkon nderimin e gur themeleve të lashtë të traditës, ndërkohë që u përgjigjet me besnikëri nevojave të reja të njeriu të sotëm, duke vijuar kështu rrugëtimin e ngjalljes që tashmë ka marrë jetë. Uniteti i kishës, kjo perl me vlera të paçmuara, duhet të mbetet në qendër të vizionit dhe veprës baritore. Në një epokë që shpesh karakterizohet nga përçarja dhe fragmentimi, uniteti i ortodoksisë ofron një dëshmi të fuqishme bashkimi eukaristik, që sfidon frymën e kohës dhe tejkalon ndarje toksore dhe përçarjet e kësaj bote. Patriarkana ekumenike, në rolin dhe misionin e saj të thellë historik, vijon të kujdeset me përkushtim për këtë kungim pan-ortodoks, duke nxitur dialogun, bashkëpunimin dhe bashkërendimin ndërmjet kishave motra. This essential unity finds authentic expression, not through rigid uniformity, but through a rich symphonic consonance. This model reflects the divine life. As the commentator Ecumenius of Tricca noted, echoing St. Cyril concerning the union in Christ, where there is union according to hypostasis, every suspicion of division is banished. For to recognize the difference of natures is not to divide them. By acknowledging distinct gifts within the Church does not imply division when all are united in the one Lord through shared faith and participation in the life of the Holy Trinity. Ky unitet thelbësor nuk shprehet përmes një uniformiteti të ngurtë,
por përmes një harmonie të pasur dhe simfonike, një bashkërendimi të mrekullueshëm dallimesh, ku shumëzëshmëria nuk prish, por e pasuron të rësin. Ky është modeli që pasuron vetë jetën hynore. Komentuesi ekumeni i Trikës, duke i bërë jehon mësimeve të Shën Kirilit mbi unitetin me Krishtin, vëren më thellësi se atje ku ka një bashkim sipas hipostazës, çdo dyshim për ndarje është i përjashtuar, sepse njohja e ndryshimit të natyrave nuk do të thotë ndarje e tyre. Kësaj, pranimi i dhuratave të ndryshme brenda trupit të kishës nuk shpreh ndarje, por dëshmon pasurinë e hireve të bashkuara në një Zot, përmes besimit të përbashkët dhe pjesëmarrjen në jetën e Trinisë së Shenjtë. Looking expectantly towards the future, the Church is summoned to a renewed apostolic witness that resonates with contemporary aspirations amid challenges of secularism and spiritual disorientation. Archbishop Anastasius' words remain urgently pertinent. Psalm 95, the exhortation that sign to the Lord a new song. This new song emerges not by abandoning ancient wisdom, but through its creative, spirit-guided rearticulation in dialogue with human experience, bringing forth things new and old. The Orthodox vision of integral wholeness offers a healing perspective in a fragmented world. Duke parë me shpresë dhe besim drejt së ardhmes, kisha thirrje të ripërtërinj dëshminë e saj apostolike, në një dëshmi që përkon me aspiratat e njeriut bashkohor, me sfidave të shekularizimit dhe mjegullës shpirtërore. Në këtë kontekst, fjalët profetike të kryepiskopit të ndjer Anastas mbeten më aktuale se kur. Thirrja e psalmistit mbetet urdhëruese në çdo kohë. Këndojini Zotit një këngë të re. Kjo këngë e re nuk lind nga braktisja e urtësisë së lashtë, por nga ripërtëritja e saj e frymëzuar në një dialog të ndershëm me përvojën njerëzore në dritën e shpirtit të shenjtë. Ajo është një këngë që sjell në dritë të reja dhe të vjetra nga thesari i traditës së shenjtë. Vizioni ortodoksit të rësisë së pandar ofron një perspektivë shëruese në një botë të copëzuar. Kjo është kënga e re që kisha është thirrur ta këndojë me zë të qartë, me urtësi dhe me guxim të bekuar. The particular precious gift of the Orthodox Church of Albania to the wider ecumeny is its living, breathing testimony to resurrection. Its embodied witness that faith's light can endure the darkest persecution and emerge with renewed vigor. This Paschal experience, embedded in your flock's memory, qualifies your church under your leadership to speak with special clarity today about the Orthodox tradition's perennial capacity to engender new life amidst the most unpromising circumstances. Dhurata e veçantë dhe çmuar që Kisha Ortodokse Autokefale e Shqipërisë i ofron mbar ikumenit dhe është vetë dëshmia e saj e gjallë dhe jetëprurse për ngjalljen. Një prani e mishëruar e së vërtetës se drita e besimit mund të mbijetojë edhe në mes të persekutimit më të errët dhe të ringjallet me një fuqi të re të ripërtërirë. May this solemn enthronement signify not merely transition, but a collective, heartfelt, renewed dedication to the Church's perennial mission to bear unwavering witness to Christ's transfiguring light, illuminating the path towards healing and communion for all creation. May God grant you your beatitude, wisdom and strength for many fruitful spirit-filled archpastoral years. Ky përjetim paskal i ngulitur thellë në kujtesën e grigjës suaj
I jep kishës ju udhëhiqni një zë të veçantë e të qartë në kohën tonë, për të dëshmuar mbi fuqinë krijuese të traditës ortodokse për të lindur jetë të re dhe aty ku çdo shpresë duket e shuar. Qoftë ky fronëzim solem jo thjesht një akt kalimi, por një përkushtim i përbashkët, i thellë dhe i ripërtërir ndaj misionit të përjetshëm të kishës, të dëshmoj me besim të patundur dritën transformuese të Krishtit, e cila ndriçon udhën drejt shërimit dhe kungimit për mbar krijimin. Zoti ju dhënë fortlumturi, urtësi dhe forcë për shumë vite të bekuara në shërbesën tuaj kryebaritore, vite të mbushura me fryte dhe me praninë e Shpirtit të Shenjtë. For indeed, to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to him be glory in the church by Christ Jesus, to all generations, forever and ever. Amen. Sepse me të vërtet, Perëndisja mund të bëjë shumë më tepër se sa gjithçka që i kërkojmë ose mendojmë, fal fuqisë që vepron në ne, atij qoftë lavdia përmes kishës e përmes Krishtit Jezu, për të gjitha brezat, në shekuj të shekujve. Amin. Your Beatitude, on behalf of His All Holiness, let me offer this staff so that you may continue your pastoral duties as Archbishop of all Albania. Forlumturi, më lejoni që në emër të Tërëshenjtërisë së Tij, Patriarkut Ekumenik, t'ju dhuroj të shkop të shenjtë baritor si shenjë e bijimit të kryepriftërisë tuaj. Kemi nderin këto momente të ftojmë për fjalën e tij përshëndetse Presidentin e Republikës, shkëlqyesin e tij, Zotin Bajram Begaj. I nderuar Sinodi i Shenjtë, Fortlumturi, Kryepeshkop Joan, Kryepeshkopi Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Të nderuar besimtar dhe pjesëmarrës. Është një kënaqësi e veçantë për mua që të jem këtu me ju në këtë ditë të shënuar. Dita e sotshme është një ditë historike për autoqefalinë e Kishës Ortodokse Shqiptare dhe për gjithë shoqërinë shqiptare. Me pronëzimin tuaj sot, si Kryepeshkop i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, ju, fortlumturi, radhiteni krahas prelatëve paraardhës tuaj, Bisarion Gjuvani, Kristofor Krisi, Pais Vodica, Damjan Kokoneshi dhe Anastas Janullatusi. Secili prej tyre, me veçantin dhe dhuntin e tij, ka luajtur një rol të çmuar në shpalljen dhe njohjen e autoqefalisë së kishës sonë ortodokse. Fronëzimi i fortlumturisë së tij, Kryepeshkopit Joan, shënon një kapitull të ri në jetën shpirtërore të vendit tonë. Një kapitull që nis me shpresë, me besim dhe me përgjegjësi. Ky është një moment solem, i cili përmbledh në vetvete vazhdimsinë dhe përkushtimin. Në këtë udhtim të ri, nuk mund të mos ndalem për të shprehur mirënjohjen time të thellë për Kryepeshkopin e mëparshëm Anastas, i cili për dekada me radhë shërbeu me urtësi dhe përkushtim, duke i dhënë Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë
forcë, dritë dhe një trashëgimi shumë të vlefshme. Kisha ortodokse në trojet tona nuk është vetëm një institucion fetar. Ajo ka qenë dhe mbetet gjithmonë një udhë rrëfyese dhe mbrojtëse e vlerave shpirtërore, kulturore dhe kombëtare. Në kohë paqeje apo trazirash, ka qenë pranë besimtarve si një zë që i mbron dhe i jep shpresë dhe një shembull që i frymëzon. Ajo ka luajtur një rol të pazëvendësueshëm në formësimin e një shoqërie të drejtë, të dashur dhe të ndershme. Shtetet e reja që kishin në përbërje edhe besimtarë ortodoks, pasi shpallnin pavarësinë politike, gjëja e parë që bënin ishte të shpallin edhe autoqefalinë kishtare, sipas parimit një kishë e lirë në një shtet të lirë, e cila pasohej me njohjen zyrtare nga patriarkana ekumenike. Të njëjtën rrugë ndoqi dhe bëri të mundur besimtarët ortodoks shqiptar me mbajtjen e Kongresit Historik të Beratit, gati 10 vjet pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Nga ky kongres mori udhën themelimi i autoqefalisë shqiptare me kontribut të çmuar të Fanolit, Visarion Xhuvanit, Jerotheo Jaho dhe Kristofor Kisi e shumë të tjerë. Pas shumë përpjekjeve, negociatave e kongreseve të tjera, vetëm në vitin 1937, u dha tomosi patriarkal dhe sinodal që njohu zyrtarisht autoqefalinë e kishës ortodokse të Shqipërisë. Fatkeqësisht, në vijim, atë që nuk mund ta bënin dot as pushtuesit e huaj, e bëri regjimi diktatorial me anë të persekutimit të brendshëm komunist. Shqipëria u shpall shteti i parë dhe i vetëm ateist në botë, duke rrafshuar çdo objekt fetar në vend, e zhveshur çdo klerik. Regjimi zhbëri edhe autoqefalinë. Pas 23 vitesh ateizëm shtetëror dhe pas 33 vitesh veprimtari misionare historike të kryepeshkopit Anastas, më në fund ne po përjetojmë me gëzim fronëzimin e fortlëpturisë suaj, kryepeshkop Joan, të zgjedhur me vota unanime nga një sinod me një shumicë peshkopës shqiptar. I dashur fortlumturi, fronëzimi juaj përkon me një vit të veçantë. Kujton 1700 vjetorin e koncilit të parë ekumenik të Nikeas. Aty, ndër të tjera, u formuluan nenat e para të kredos kristiane. U vendos parimi i sinodalitetit të kishës universale si një parim demokratik dhe mënyra e saktë për llogaritjes së datës paskale, si dhe u saksionua festimi i Pashkëve nga të gjithë të krishterët e të gjithë botës në të njëjtën ditë. Zoti e bëri të mundur që në këtë vit përkujtimtor të gjithë të krishterët e botës do ta festojnë bashkërisht Pashkën, duke na rikujtuar rëndësinë e përafrimit, të bashkimit dhe kungimit të plot, ashtu siç ishte për 1000 vitet e para të historisë së krishtërimit. Nga kjo katedrale e shenjtë, le të përcjellim sot një mesazh që te i kalon kufijtë e besimit dhe fton të gjithë qytetarët e vullnetit mirë në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë, më të përulur, më të bashkuar dhe më të vllazëruar. I dashur fortlumturi, në këtë ditë të bekuar, ju uroj që shërbesa juaj të jetë e qetë, e gjatë, e ndritur dhe frymëzuese. Lutem që Zoti t'ju jap forcë, mençuri dhe përulësi në këtë rrugëtim fisnik. Qofshi gjithmonë shembull i përkushtimit dhe i dashurisë për besimtarët dhe për të gjithë shoqërinë tonë. Qofshi një udhëheqës që ndërton ura, që nxit bashkëtesën, që forcon besimin, që përhapni dashuri, paqe, shpresë dhe drejtësi mes njerëzve.
Në këtë mision të madh, ju nuk do t'jeni vetëm. Kisha, besimtarët dhe shqiptarët do t'jenë gjithmonë me ju, dhe shteti do të mbështesë gjithçka që shërben për të mirën e njerëzve, që forcon harmoninë dhe bashkëjetesën mes besimeve, që forcon mirëkuptimin dhe vlerat që na bashkojnë. Së fundmi, më lejoni të bashkohem edhe unë me lutjet dhe urimet e besimtarëve të Shqipërisë dhe më gjërë, që vitet tuaja në drejtimin e Grigjes Ortodokse shqiptare të jenë të shumta, të bekuara e të frytshme në mbrojtje të drejtave dhe interesit të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, si dhe të kombit shqiptar. Zoti qoftë me ju në çdo hap të këtij udhëtimi fisnik. Urime për lumturi Kryepiskop Joan. Të nderuar pjesëmarrës në këtë ceremoni fronëzimi, kemi bekimin të dëgjojmë fjalën atërore të Kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fortlumturisë të tij Joanit. Ati që na deshi dhe në lau nga mëkatet tona me gjakun e ti, e që na bërin mbretër dhe priftërit të Perëndis dhe atit ti, ati qoftë lavdia, pushtetin e jetë të jetëve. Do të falenderoj o Zot Perëndia im, me gjithë zemrën time, e do të lavdëroj emrin tënd për jetë, se e madhe është mëshira jote ndaj meje. Me këto fjalë të shkrimit të shenjtë, dua të shpreh falenderimin tim të thellë ndaj Perëndis për të gjithë të mirat që ka bërë për mua dhe për kishën tonë. Falënderimi ndaj Perëndis përfshin gjithashtu e të gjithë ata njerëz me anë të cilave Perëndia i bëri të mundura këto. Falenderojmë dhe nderojmë martirët e Ilirisë që përhapën dritën e besimit në trevat ku jetojmë, duke dëshmuar me gjakun dhe jetën e tyre. Oshënarët dhe shenjtorët që e mbajtën dritën e besimit ndër shekuj, martirët e ri, të cilët në një kohë jashtëzakonisht të vështirë për kishën dhe vendin tonë dhanë jetën e tyre për të ruajtur besimin, identitetin kombëtar dhe gjuhën e tyre. Një listë e gjatë të cilën do e kujtojmë gjithmonë me nderim dhe mirënjohje. Gjatë gjysmës së dytë të shekullit 20, kisha u përballë me persekutimin e egër komunist. E gjithë infrastruktura, materiale dhe njerëzore u shkatërrua plotësisht. Kishat dhe manastiret u prishën nga themelet, ose u shndruan në stalla, depo e të tjerë. Ato shkatëruan muret e jashtme, por nuk mundin dot të shkatëronin besimin në zemrat e njerëzve. Mira, burra e gratë të devotshëm u përndoqën dhe përsekutuan për shkak të besimit të tyre, shumë prej të cilëve dhanë edhe jetën për atë besim. Ishte pikërisht dëshmia e këtyre njerëzve, ajo që frymëzoi mirave të tjerë, të mbanin dhe ta bënin besimin e krishterë qendrën e jetës së tyre, duke u bërë një shembull real i premtimit të Zotit se dyert e ferrit nuk do ta mposhtin kishën e tij, të ngritur mbi shkëmbin e besimit. Gjatë gjithë historisë, kisha jonë ka kaluar përmes zjarrit dhe ujit, po ti na nxorre në vend ngushëllimi, thot psalmisti. Në kohra kritike e të vështira, Perëndia e vizitoi kishën tonë duke dërguar njerëz të ndritur e të devotshëm. Në këtë ditë dua të nderoj gjithashtu kujtimin e të gjithë paraardhësve të mi dhe përpjekjet e tyre të mëdha për të kujdesur për Grigjen që ishte besuar. Në listën e gjatë do të doja të përmendja dy personalitete të shquara. Në gjysmën e parë të shekullit 20, në një kohë të vështirë për kishën dhe vendin tonë, Imzot Theofanoli ishte njeriu i duar. Ai ishte pajisur nga Perëndia me talentet jashtëzakonshme, një njohës i mirë i jetës kishtare dhe i doktrinës së saj, zotërues i shumë gjuhëve dhe ekspert i mirë i muzikës kishtare. Ai dha një kontribut të paçmuar për ndërgjegjësimin kombëtar dhe përgatitjen e autoqefalisë, si dhe të teksteve kishtare. Në një kohë rekord, i vetëm dhe në mungesë të një tradite të gjuhës kishtare,
Ai e pajisi kishën me librat kryesor të adhurimit ortodoks. Shpirti i tij poetik dhe kultura e gjerë do t'i jepin përkthimeve të tij një fuqi dhe bukuri të papërsëritshme. Në fund të shekullit 20, kur kisha ortodokse, se të gjithë komunitetet tjera fetare të vendit u gjet krejtësisht e rënuar dhe ringritja e saj duke një mision i pamundur. Por përsëri, Perëndia dërgoi një tjetër person të ndritur, të pajisur gjithashtu me talente të shumta, kryepiskopin Anastas. I cili e bëri të mundur rindërtimin e saj. Në vizionin e tij, ndërtesat nuk ishin një qëllim në vetvete, por vetëm një mjet për të realizuar veprën shpëtimtare të kishës. Predikimi i tij publik dhe privat ka qenë gjithmonë dashuria dhe respekti për çdo qenie njerëzore, duke përhapur një frymë pajtimi dhe falje brenda kishës dhe më gjerë, frymë të cilën duhet ta ruajmë e ta vazhdojmë. Për të gjitha këto, mendoj se më e pakta që ne mund të bëjmë është t'u themi faleminderit e t'u jemi gjithmonë mirënjohës, sepse besimi i vërtet nuk ndahet ka falënderimi dhe mirënjohja. Asgjë nuk është më e pëlqyeshme te Perëndia se sa një shpirt mirënjohës dhe falënderues, shkruan Shën Johan Gojarti. Sa më shumë mirënjohje të kemi, aq më afër do të jetë Perëndia tek ne. Por falënderimi, ashtu si çdo ndjenjë thellë, nuk mund të jetë vetëm ndjenjë, por është edhe veprim. Çdo të jap Zotit në këmbim të të gjitha të mirave që më ka bërë, pyet veten psalmisti. Kjo pyetje na drejtohet edhe neve sot. Jam i vetëdijshëm për peshën e madhe mbi supet e mia të dobta. Vetëm shpresat e Perëndia, ai që i jep forcë lodhurit dhe rrit fuqinë të dobtit, na jep kuraj dhe fuqi për të vazhduar pa u lodhur. Përpjeket për të përmbushur këtë mision të shenjtë ndaj kishës së tij. Çdo kohë ka pasur sfidat e saj. Shekullin në cilët jetojmë, me teknologjitë e reja, humbjen e vlerave tradicionale, pluralizmin kulturor dhe fetar, paraqet sfida të reja dhe të ndryshme për të gjithë komunitetin njerëzor në përgjithësi, dhe nga këto sfida, padyshim nuk mund përshtohet as dhe kisha jonë ortodokse. Ne na duhet që të përballemi me këto sfida, jo vetëm thjesht për të mbrojtur, por të gjejmë zgjedhje origjinale dhe krijuese si pjesë e përgjegjësisë sonë në këtë kohë. Ndonse kohërat dhe përgjigjet nuk mund të jenë gjithmonë të njëjta dhe metodat mund të jenë të ndryshme, por fryma që i përshkron ato duhet të mbetet gjithmonë e njëjtë, dashuria ndaj Perëndisë e ndaj gjithë njerëzve, kushdo qofshin ata. Përpjekjet dhe përqendrimi ynë duhet të jenë ruajtja dhe mbrojtja e traditës së shenjtë dhe besnikëria ndaj mësimeve të Zotit, të transmetuara nga apostujt deri në ditët tona. Forcimi i unitetit brenda kishës është një nevojë domosdoshme për të realizuar qëllimin e saj. Vetëm nëse jemi të bashkuar, kisha mund të forcohet, e dëshmia e saj për Krishtin tek bota do të jetë e besueshme. Prioriteti i kishës ka qenë gjithmonë ungjilli i mbretërisë së Perëndisë. Por ajo e kupton këtë ungjill të mbretërisë të rëndësishëm dhe në këtë jetë. Për kujdesja jonë duhet të jetë ndaj të gjithëve, sidomos ndaj atyre që janë të varfër, në nevojë, në sëmundje, në vetmi dhe të manjanuar. Nëse nuk e gjen Krishtin tek lypsi në dyert e kishës, thot Shën Johan Gojarti, nuk do e gjesh dot në kupën e kungimit. Siç dihet dhe pranohet nga të gjithë, familja është qeliza fillestare e jetës shoqërore. Kisha ortodokse mëson se një familje e shëndetshme ndërtohet mbi shenjtërinë e martesës si një doktrinë themelore e pa diskutueshme dhe e pa tjetërsueshme. Kur flitet për fenë në Shqipëri, gjithmonë përmendet bashkëtesa fetare, e cila është një thesar i madh i vendit tonë. Por si çdo gjë, ashtu edhe bashkëtesa nuk është statike. Është detyra jonë sot dhe atyre që do të vinë që ta ruajmë e ta forcojmë vazhdimisht, sepse ashtu si çdo pasuri, ajo duhet mbrojtur, zhvilluar më tej për të mirën e të gjithëve. Duhet të inkurajojmë me dashuri dhe me urtësi, sidomos të rinjt, ta duan vendin e tyre e të mos e braktisin. Sakrificat për të tjerët kushtojnë, por ato do të sjellin gëzim dhe do të plotësojnë jetën e tyre, sepse një jetë pa gëzim është një jetë e gjymtuar.
Kisha Ortodokse dhe Qefali e Shqipërisë do të jetë gjithmonë miqësore e dëshiron të jetoj me paqe me të gjithë, duke ndjekur këshillën e vyer të Shën Pavlit. Nëse mundet, sa varet nga ju, të keni paqe me të gjithë njerëzit. Ajo do të përpiqet brenda mundësive të saj modeste, të nxisë e të ketë një pjesëmarrje aktive, si në dialogun pan-orthodoks, ashtu dhe në dialogun me të gjithë të tjerët. Personalisht, do të përpiqem me gjithë forcën time të shërbej grigjës që më ka besuar Perëndia, duke patur parasysh gjithmonë fjalët e Zotit, se biri i njeriut nuk erdhi që të shërbehet, po që të shërbej. Shërbesa jonë është për t'ju shërbyer të tjerëve. Do të përpiqem të jemi gatshëm për të dëgjuar e për të këshilluar me klerikët dhe laikët dhe për vizita pastorale në të gjitha dioqezat. Për të mbajtur peshën e kësaj përgjegjësie, i lutem Zotit tonë Jezu Krisht, themeluesit të kishës, të më jap ndriçim, forcë dhe urtësi, për të përmbushur këtë detyrë të vështirë, po njëkohësisht të shenjtë. Së fundi, do doja të shpreh mirënjohjen time ndaj anëtarëve të Sinodit të Shenjtë, të cilët më besuan e më zgjodhen. Falenderoj të gjithë përfaqësuesit e kishave të tjera ortodokse, autoritetet shtetërore, përfaqësuesit diplomatik, gjithë klerikët dhe besimtarët e kishës sonë, si edhe miqtë e dashamirësit për praninë e tyre, dhe lutem që Perëndia ta mbrojë kishën tonë, ta ndriçojë popullin tonë e ta bekojë vendin tonë. Amin. Joanit, fort të lumurit, kryepiskop dhe fort të irëshmit, dhe Perëndis zgjedhurit mitropolit të mitropolisë fort të shenjtë, të Tiranës dhe Durrësit, të lartit dhe eksarkut të Ilirisë, detit Perëndimit dhe gjithë Shqipërisë, atit dhe kryebariut tonë, të shumta i qofshin vjetët. Ata të ëndrrve tanë të shenjtë, o Zotin Jezu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Me uratat e kryezotit ton të shenjtë, o Zoti Jezu Krisht Perëndia ynë, mëshirona dhe shpëtona.